Ky mund të jetë gabimi që nuk duhet ta bësh. Ka momente kur një veprim i vogël duket i parëndësishëm, por është pikërisht ai që hap një rrugë të gabuar. Nuk është gjithmonë diçka e madhe që të çon në drejtimin e gabuar, ndonjëherë është një vendim i nxituar, një reagim i menjëhershëm ose një zgjedhje që duket e lehtë. Shumë njerëz e kuptojnë gabimin vetëm pasi kanë kaluar përmes pasojave të tij. Të tjerë ndalen për një moment dhe shmangin diçka që do t'i kishte çuar në një situatë më të vështirë. Nëse e kupton këtë moment, mund të shmangësh një zgjedhje që do të ndikonte më shumë nga sa mendon. Luani. Një situatë që sfidon mënyrën si e sheh një vendim mund të shtyjë të reagosh menjëherë për të treguar siguri. Një reagim i shpejt mund të duket si mënyra më e mirë për të mbajtur kontrollin, por kjo mund të jetë pikërisht gabimi. Nëse vepron pa reflektuar, mund të futesh në një situatë që kërkon më shumë përpjekje për të u korrigjuar. Nëse ndalon për një moment dhe analizon më qetë, mund të kuptosh që nuk është momenti për reagim të menjëhershëm. Një vendim i marrë me qetësi mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të vendoste në presion më të madh në vazhdim. Ujori. Një situatë që lidhet me një ide ose një ndryshim mund të shtyjë të marrësh një vendim të shpejtë pa e analizuar plotësisht. Një zgjedhje që duket interesante mund të të çojë në një drejtim që nuk e kishe menduar në fillim. Nëse vepron menjëherë, mund të futesh në një situatë që kërkon më shumë kohë dhe energji nga sa kishe planifikuar. Nëse ndalon dhe e sheh më me kujdes, mund të kuptosh që ky nuk është momenti i duhur për të marrë një vendim. Një reflektim i shkurtër mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të ndikonte në vazhdim. Gaforja. Një situatë emocionale mund të të shtyjë të marrësh një vendim të menjëhershëm që duket i drejtë në moment. Një reagim i fortë mund të të bëjë të ndjesh që duhet të veprosh pa menduar gjatë, por kjo mund të krijojë një situatë që është e vështirë për t'u rikthyer. Nëse ndalon dhe i jep vetes kohë për të reflektuar, mund të kuptosh që kjo zgjedhje kërkon më shumë qetësi. Një vendim i marrë me balancë mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të krijonte tension dhe të ruash një drejtim më të qëndrueshëm për veten. Britsjapi. Një situatë që lidhet me përgjegjësitë mund të të shtyjë të marrësh një vendim të shpejtë për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Një reagim i menjëhershëm mund të duket si zgjidhja më e mirë, por kjo mund të krijojë më shumë presion në vazhdim. Nëse ndalon dhe analizon situatën me kujdes, mund të kuptosh që nuk është momenti për të marrë një vendim të nxituar. Një qasje më e strukturuar mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të të vendoste në një situatë më të vështirë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën ndal nëse mendon se duhet të reflektosh para se të veprosh. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.